Prej vitesh, agjensitë më të mëdha turistike në vend e kanë trajtuar Pogradecin si një qytet tranzit, ndërsa rrallë e kanë përfshirë në paketat e tyre disa ditore. Për ndryshuar këtë situatë, në qytetin liqenor u mbajt një takim mes Unionit Turistik Shqiptar, përfaqësuesve të agjensive turistike dhe Bashkisë Pogradec, ku u kërkua që qyteti të zërë vendin që meriton në ofertat kombëtare të turizmit. Drejtuesit e agjensive pranuan se Pogradeci është anashkaluar ndër vite, por theksuan se do të ndërmarrin të gjitha hapat për ta përfshirë në paketa disa ditore që nga viti 2026. Rahman Kasa, i Unionit Turistik Shqiptar, u shpreh se qëllimi është që në vitin 2027 të shfrytëzohet aeroporti i Ohrit për të sjellë turistë organizuar me charter, duke e kthyer rajonin në një qendër të qëndrueshme turizmi. Ne kemi atë planin tonë, cilën do ta diskutojmë dhe me subjektet e zonës, të gjithë operatorët e zonës, edhe në kuadër të organizimit të ri që do bëjmë, dhe mendoj që duke filluar nga viti tjetër kemi një rritje ose një vërtet domethënë një impakt shumë më të mirë në Pogradec. Me një kompani polake dhe çeke, të cilat sjellin turistë në Ohër, domethënë ka shumë vite që operojnë, dhe ne kemi negociuar që t'i kalojmë një pjesë tyre t'i kalojmë në Ohër, domethënë çartrat do vinë në aeroportin e Ohrit sepse nuk ka Pogradec aeroport, dhe mendoj se jemi në rrugë të marrë për 2027 që të vinë sjellën turistë organizuar. So kjo është pjesë e turizmit organizuar, që vinë me charter nëpërmjet bashkëpunimit me tur operatorë të orë të rëndalë. Vërtet Pogradeci mund të ketë qenë tranzit, por po ta shohësh Pogradeci ka vlerat e tij si qytet dhe me atraksionet që ka potenciale, mund të ishte një ndër 5-6 destinacionet brenda Shqipërisë më të preferuar. Nga ana tjetër, Kujtim Dervishi, nga Unioni i Bujtinave dhe Restoranteve Shqiptare, theksoi se Pogradeci ka të gjitha mundësitë akomoduese dhe gastronomike për të patur e pritur turistë në qëndrime disa ditore, por ka munguar vëmendja e qeverisë dhe Ministrisë së Turizmit për zhvillimin e këtij potenciali. Neve si shoqate e restorante e bujtinave shqiptare kemi 12 vite që vim në Pogradec e promovojmë vlerat e kulinarisë pogradecare, të cilët janë pafund. Edhe mendoj që edhe këto agjenci turistike duhet të kenë një vëmendje, por ka qenë dhe mungesa e qeverisë shqiptare, kryesisht e Ministrisë së Turizmit, cili nuk e kanë pas vëmendjen për sa i përket Pogradecit. Kryetari i Bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli, i cili nxitoi gatishmërinë e bashkisë për të mbështetur iniciativat që rrisin turizmin e qëndrueshëm në zonë, tha se pas këtij takimi shpreson që situata dhe përfshirja e Pogradecit të ndryshojnë. Pretendojnë që të mblidhen në Pogradec sepse ne kemi nevojë shumë për ata, sigurisht për të dëgjuar njëri tjetrin, po edhe për të mësuar nga ata, po edhe për të kërkuar mbështetje, me qëllim që Pogradeci mos e kemi më të fundjavë në periudhën e dimrit, po të jetë i mbushur gjatë gjithë ditëve të vitit. Kështu që besoj që në takim ne morëm disa mësime se si duhet të bëj bashkia vetë, po morëm edhe premtime nga operatorët turistikë që do na mbështesin në kohën e ardhshme që Pogradeci të mbushet më shumë me turistë. Sipas të dhënave zyrtare, në periudhën janar-gusht 2025, në hotelet e Pogradecit janë akomoduar 95.528 persona, prej cilëve 18.314 turistë huaj, thënë ndryshe rreth 6.000 më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2024.